Erioni në formimin e tij është i majt. Është në gjenezë, në origjinë, po edhe në mënyrën se si i sheh gjërat dhe se si i mendon gjërat. Është i majt. Dhe kështu që e ka pasur të lehtë për të bërë pjesë e Partisë Socialiste. Natyrisht, si në çdo parti socialiste, edhe për shkak të protagonizmit të ambicies së tij, për shkak të konkurrencave të brendshme që krijohen me gjeneratën e tyre. Sidomos Partia Socialiste për stërkëmsa ka eksperiencë. Po sigurisht në çdo forcë politike ka të vetat, ndodhin, dhe sidomos në politikë, që është e gjitha një lloj, është një proces stërkëmshas, s'ka arsye që mund të jetë ndryshe edhe, por këto janë rivalitete normale në brenda, dhe ata janë brenda një grupimi politik dhe brenda gjeneratave të caktuara. Dhe nga ana tjetër duhet thënë që është fakt që kjo ndodh sepse në Partinë Socialiste nuk ka një individ, ka disa që brenda një gjenerate shquhen, dallohen, dhe secili ka ambicet e veta, dhe këto ambicie përplasen, dhe deri këtu nuk ka asnjë gjë anormale. E ka arritur Veliaj, le të themi, kohezionin me socialistët e vjetër? Sepse në fushat elektorale, sidomos të ashti... Besoj që në këtë fushat elektorale e shoh krejt ndryshe nga fushatet e mëparshme. Pra ka një ngjizje, ka një lidhje shumë të mirë midis tij edhe socialistëve. Ky roli që i ka dhënë Rama të drejtuesit politik, të kryetarit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, e ka ndihmuar që të jetë më pjesë organike, dhe të mos shihet si kryetari i bashkisë me Partinë Socialiste, por shihet edhe njëkohësisht edhe si drejtuesi i socialistëve për Tiranën. Po e ka ndihmuar dhe vetë Erionin që të jetë më pjesë organike e tyre. Dhe sot shikoj që ka një lloj gjithpranimi për të në këtë funksion, në këtë rol, por ka dy gjëra që i duhet, në këndvështrimin tim, i duhet shumë tepër punë, për të qenë i besueshëm, që ata të fillojnë të japin, i kanë dhënë mendjen, i kanë dhënë mbështetje. A e pranojnë nga halli apo e duan? Jo, nuk është çështje nga halli, e vlerësojnë, e respektojnë, e pëlqejnë. Po natyrisht ka ende shumë punë për ta dashur, pra për ta pasur në shpirt. Kjo është shumë punë. Deri tek shpirti socialistëve mund të ketë njerëz që kanë bërë karrierë të gjatë në Partinë Socialiste dhe nuk kanë hyrë në shpirtin socialist. Këtë e di shumë mirë. Ky është nga këndvështrimi im, se mund të jesh ministër, mund të jesh kryeministër, president, të nxjerrin socialistët. Të votojnë, po prapë të duan. Jo, të pranojnë, por është shumë e rëndësishme të duan, të luftojnë për ty. Të të besojnë brenda vetes të shkojnë vetë po të nxjerrin edhe miq. Besoj që ai është në këtë rrugë, po ka shumë punë për të bërë për ta fituar këtë gjë. Dhe është në dorën e tij sigurisht. Dhe ndoshta ky mandat i tretë, kjo mundësi e tretë, është një shans shumë i mirë për të, nëse do të bëre disa reflektime për çfarë ka ndodhur në këto dy mandate dhe këtë periudhë pjesë të karrierës së tij, për të pasur një Erion ndryshe edhe nga ky. Ndërkohë ka një luftë, le të themi, shumë të ashpër ndaj Velijes, edhe në media po ta shohësh, e sulmojnë egërsisht në të gjitha drejtimet, e sulmojnë pse është prezent në media, e sulmojnë që dikur shiko se ti mjafti të mos bëj si socialistët, ti i ke gjuajtur me letra higjienike socialistët, e sulmojnë për reklamimin e punëve që bën në Tiranë, përpiqen të ngrenë konflikte, le të themi, të qëna ose të paqëna midis Ramës edhe Veliajt. Ndërkohë, a vërtet ka bërë Veliaj punë në Tiranë, ju si e konsideroni? Nëse... Sepse akuzohet dhe për betonizim të Tiranës. Ju bët një parashtres gjatë për këndvështrime të ndryshme që ka, ose perceptime, sulme, etiketime ndaj tij. Dhe kjo është e natyrshme kur jenë në politikë, ka dhe më keq. Ka dhe më keq se aq. Edhe ai ka dëgjuar. Mjaft që ty marrësh vendosës Saliun për balla dhe i ka thënë gjithçka nga kjo pikpamje. Këto janë gjëra të lehta pasaj, këto që përmendët ju. Por kur vjen fjala edhe tek miqt,
edhe të mbështetësit, edhe të armiqt, edhe të kundërshtarët, edhe të socialistët dhe demokratët tek Erioni bashkohen në një pikë, që ai ishte njëri punëtor. Dhe realisht Erioni ishte njëri punëtor, sa e njoh unë në këtë. Ajo që konstatoj unë është fakti që Erioni ka jo thjesht një ambicie politike, ka dhe një ambicie për të bërë gjëra. Për të lënë diçka, për pas punë e tij produkt dhe ka pasur. Ka disa gjëra shumë interesante në zhvillimet e Tiranës së këtyre viteve. Pari është pastrimi i Tiranës. Tirana shumë e pastër se përpara. Tash natyrisht pastrimi në kuptimin është një proces i gjatë, është një proces i përditshëm. Është edhe kulturë qytetare. Është edhe kulturë qytetare. Këtë që bërë kur nxjerrin qentë dhe lënë të përdorë qentë. Edhe nuk bëhet gjithçka me kontenierë dhe me makina, kjo është e vërtet, por ka një ndryshim nga pikpamja e shërbimit që ofron. Dhe nuk është gjë e vogël për Tiranë. Së dyti, ajo që është shumë e rëndësishme është fokusi, investimi tek të rinjt, të fëmijët dhe të rinjt. Ne kemi një përmirësim të ndjeshëm të sistemit të qerdheve dhe të kopshteve. Jo vetëm me numrin e qerdheve dhe kopshteve të reja, apo atyre të rikonstruktuara, por kryesorja me shërbimin. Më kujtohet vite përpara, për mua nuk ishte, si deputet në Tiranë, kishte lloj-lloj çështjesh prioritare. Sot një nga çështjet prioritare, ndoshta s'pako e ndjej unë aty 80-a që është qendra e Tiranës, është të kesh mik, po quajnë, thojë, drejtoreshën e kopshteve të qerdheve, sepse ka një presion shumë madh për të shkuar në qerdhe publike. 8 vjet para, në qerdhe publike dhe kopshtet publike nuk e plosonin numrin e nevojshëm për fëmijë. Për fëmijë, kishte vende të lira sa duash, vinte nga një zonë në zonën tjetër. Sot nuk është e pamundur, duhet bësh një betejë të madhe, duhet shkosh deri te Erioni nganjëherë për ta sistemuar për t'i dhënë mundësi. Pse? Sepse është rritur shërbimi, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra prindrit kanë besim të çojnë fëmijët në kopshte dhe në qerdhet publike. Tjetra janë investimet në shkolla. Investimet në shkolla është e pakrahasueshme. Pastaj këto gjërat jo si ka bërë me fondet e bashkisë, po i ka bërë me fondet e BES. Edhe ri nga njerë dhe mendoj, them, kanë logjik ta njerëz, po pse më me fondet? Po mi që si thonë një ditë, pse me lek i bëre me lek. Pse i bëre me lek? Jo, po pse si bëre me lek të tua, pse si bëre nga rroga. Po kjo është absurde, është aftësia e tij për të thithur fonde nga qeveria, për të thithur fonde nga Komuniteti Evropian, për të thithur fonde nga donatorë, është mjeshtri, është aftësi, biles është një nga aftësitë që ky njeri ka në krye të punëve në bashki. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Nga ana tjetër investimi me mbështetjen e qeverisë, pse duhet thënë edhe ky fakt, sidomos për to qendrat e reja të formimit teknologjik e tjera, siç është Tumo që do hapet e tjera, janë gjithashtu ndryshime cilësore për një kryeqytet si Tirana. Por ajo që për shembull e bën që është një hap përpara, mendoj unë, Tirana, edhe në mentalitetin e qeverisjes vendore, është fakti që Erioni dhe ekipit i tij kanë filluar ta orientojnë bashkinë ashtu siç edhe do duhet për mua, edhe drejt disa politikave sociale, ekonomike dhe zhvillimore. Domethënë, nuk është pak për një bashki, kur ne zakonisht jemi mësuar që këto t'i bëjë qeveria, që të shikojnë më shumë mbështetjen e familjeve në nevojë, mbështetjen e njerëzve që ka nevojë për strehim, dhe sidomos të rinjve. Kanë plan këtë vit për shembull, ai merr një 3% shtëpi të reja. Po, ai merr 3% nga ato, të cilat i jep për strehim. Ka banesa sociale, ka kredin e butë. Deri dje, 8 vjet para, s'mbaja mend të më thoshte njëri për punë kredi, dhe po të më thoshte kredi, unë do të më shkonte mendja me njerë të bankat. Sot është bashkia që t'i jep kredit bukë me interes zero. Sot është problem. Ne bëjmë presion ndaj bashkisë. Bëjmë luftë me Erionin për të futur në këshill bashkiak, emrat, sepse ka sidomos çiftet e reja. Është një gjë pozitive. Tjetër është krijimi i zonës së lirë ekonomike.